Shërbimi pastrimit të Korçës është monopoli i biznesmenit Maksim Feyzullah, i mbiquajtur Maksi i plerave. Pra nuk është surprizë që më 30 qershor 2026 kompania e tij Korsel SHPK ka marrë tenderin mbi 3.8 miliard lek me firmën e kryebashkiakut Sotiraq Filo. E reja është mënyra se si e mori kontratën Feyzullah dhe manovra që ka kryer biznesmeni, që është i aftë për të ndryshuar si një kameleon. Teksa ia e Niko Peleshit, ish kryetari të Bashkisë Korçë, aktualisht kryetari i Kuvendit, BNB vendimarrjen e Filos në aferë përfshihen edhe oligarkët Shkëlqim Fusha dhe Arbër Abazi. Më konkretisht, po ju raportojmë mbi tenderin me objekt shërbimi i pastrimit me fondi limit 382.4 milion lek pa TVSH. Tenderi është mbajtur më 19 qershor 2026, vetëm me 2 kompani konkurruese, ku njëri prej tyre, shoqëria Alco Impex Construction SHPK me pronar Arbër Abazin, është treguar e painteresuar për ta fituar. Kështu, më 30 qershor 2026, Korsel SHPK me pronar Maksim Feyzullah është shpallur fituese me ofertë gati sa fondi limit 380.5 milion lek. Ortak me Korsel është shfaqur Fusha SHPK e oligarkut Shkëlqim Fusha. Përveç se Alco ka bërë ofertë më të lartë të barabartë me fondin limit, kompania është treguar e painteresuar për tenderin duke mos i plotësuar dokumentet që duhen. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.